Ervin, dakor, trajneri mirë, patjetër e dua me mbështesim, sidomos në prag të një ndeshje të tillë, po a është në siklet në gjykimin tënd? Po, dëgjoj, ka patur, ne kemi dhe disa mungesa, kupton, sidomos kemi një mungesë shumë të rëndësishme Rejmanajn, herojnë e Beogradit. Kemi një mungesë tjetër në sulm Daku. Kemi Armando Broj që nuk ka absolutisht fare minuta. Kemi, ideja është e tillë që patjetër që ai ka dhimbje kokë jo vetëm për këto mungesa, por ka dhe dhimbje kokë për si do të luaj, por unë jap besim atij dhe jam shumë korrekt dhe okej kur them që edhe në komunikimin me gazetarët ai është shumë është i komunikueshëm, i disponueshëm, nuk jep përgjigje si thuash për kaluar radhën apo pra është një trajner që është rritur bashkë me Shqipërinë. Qartë. Hysa edhe Laçi bagu konferencë ditën e sotme. Arrite që të lexosh mesazhe? Dëgjoj, këto janë nga ato ndeshjet i lirë që nuk ke nevojë të motivosh askënd. E kupton, Hysaj nuk ka luajtur pothuajse fare, por ne kemi parë sa e ka ardhur me kombëtaren, është blinduar, ka dhënë gjithmonë 200%. E vërtet. Dëgjoj, ne kemi marrë vetëm një pikë në Poloni, në ndeshjet zyrtare. Në Poloni po flasëm, në atë vit të largët të 1984, ka qenë pikërisht në 31 tetor, në Mielec, ne kemi barazuar 2-2, me 2 golat të Bedrio Mujt dhe Agustin Kolës. Më pas mundëm Belgjikën këtu dhe ishim shumë afër botrorit. Edhe në 2021 ishim pa afër botrorit. Unë mendoj që kjo tjetë hera e treta e vërteta, sepse ne gjithmonë, kur përpara kemi botrorin, na del Polonia. Dhe urojmë që këtë herë, në 84, ndeshjen e kthimit në 85-ën, ndeshja Bonjek, që luajti finalen e Kupës Kampioneve, Juventus Liverpool mori charter dhe erdhi në Tiranë, luajti pa shënoj, biles atëherë ishte charter i parë, se nuk lejoj që të vinin privat me chartera. Pra, Polonia ka qenë gjithmonë një kundërshtar i fortë. Unë mendoj që këtë herë, ndoshta ka ardhur momenti që është një ndeshje teke, ku patjetër ne që të fitojmë, duhet jemi 200% me shpirt dhe me zemër. Kam përshtypjen që do t'jetë, unë prandaj kam dalë me këtë bluzën e fitores Beogradit, që ma ka dhuruar Julian Sheu, ne duhet bëjmë ndeshjen e Beogradit. Presioni është mbi polakët, sa më shumë kalojnë minutat, aq më mirë do t'jetë për ne, kështu që shikoj, është emocionet më dha. Po, edhe polakët nga ana tjetër nuk është se nuk kanë marrë masa. Tani, nuk e di nëse quhet një element i rëndësishëm ky. Stadiumi do t'i hapur për ultrasit, huliganët bashkë me to. Pse një vendim i tillë? Për të intimiduar kam përshtypjen futbollistët tanë apo dhe tifozët tanë, sepse është edhe unë është e pa. Mirë po dëgjoj, pse është presioni mbi ta? Nga burimet mia, Federata Polake e Futbollit është në një krizë financiare dhe duhet patjetër të shkojë në botror. Duhet shkojë në botror për të mbushur arkat e federatës, sepse nga gjithë bonusi financiar që ti merr nga FIFA, 35% duhet shkojë për sektorin e edukimit. Kështu që ato e kanë e duan fitoren me patjetër, e kupton? Kështu që presioni është mbi ta. Unë kam përshtypjen që ato do të bëjnë ç'është e mundur, por ata kanë marrë masat, e kupton, domethënë nuk ka pastaj ne kemi mundur këto që na vinë me huligan apo zbresin fush, ne kemi mundur në fush, e kupton? Kështu që le të pyesin serbët në 2014 dhe Shqipëria i mundi dhe në 2014 edhe tani
në 2025 i mundin fush, që nuk e kam... Po kjo bëhet si duket për të sjellë një atmosferë zhurmuese, shurdhuese, e kupton? Por lojtarët tanë janë profesionistë, luajnë thjesht, nuk është si unë përpara, kështu që nuk besoj se kam merak këto. Nga ana tjetër, unë mendoj që UEFA dhe FIFA duhet dhe mund ta përmirësojnë këtë në të ardhmen, këtë lloj formule të play-offit, sepse nuk ka sens që një play-off duhet bërë në fushë asnjëse me tifozat të ndarë 50% me 50%, jo kaq pak shqiptar. 3500 shqiptar do të jenë, nga burimet mia shqiptar kanë blerë bileta në sektorët polak, por do ta kenë vështirë në organizator nëse ka grupe të mëdha, nuk do të lejohen grupet e mëdha në tribunat e polakëve. Sepse Shqipëria ka vendin e vet, edhe është një ndeshje e madhe, domethënë është padyshim. Botrori është evenimenti më i madh dhe më i rëndësishëm në botë. Nuk ka asnjë gjë tjetër që botrori, kur ka botror, jeta ndalon dhe shijohet botrori. Bagu, lutem një analizë shkurtër për Brojën. Edhe ai i dëmtuar, a do t'i jap ato shpërthimet e veta karakteristike për të shpëtuar në ndeshjen me Polonin? Po kemi dikë që na ka ardhur tash për të na shpëtuar. Ernest Muçi që bashkë me Anis Mehmetin, patjetër unë besoj shumë te Broja, një fat shumë i keq për atë djalë, vjen shumë keq, domethënë një talent i jashtëzakonshëm që nuk i ka ecur. Por më në fund Silvinjos ju mbush mendja që mori thiri Ernest Muçin që është në një formë zjarr, thiri dhe Anis Mehmetin, që thoshte justifikimi ishte që kemi shumë zgjedhje nga Krau Majt. Si duket i ka parë tash që ato zgjedhje që ka nga Krau Majt ka edhe një tjetër që është shumë mirë, që po shkëlqen në Premiership, në kategorinë e dytë angleze. Në Premiership është baraz me nivelin shumë të lartë në kampionatet e tjera. Kështu që i kemi, por dëgjoj, ne gjithmonë forcën e kemi, do të jetë dikush aty, kupton? Siç ishte Manaj në Beograd, do të jetë, kam përshtypjen që e rëndësishme është që ne të zbresim me një mentalitet fituesi, të jemi 200% në formë. 200% të jemi gjithçka. Pastaj futbolli, e kupton, ama ne presim nga kontarët e jonë që t'japi gjithçka. Nëse jep gjithçka, pastaj